Ka rënë llafi për situatën në kuvend dhe i kanë kërkuar siç po thonë ata të reflektoni dhe t'ua jep një votën. Natyrisht është proces politik. Përgjigjja juaj cila ka qenë? Po ju kam dhënë përgjigjen që në fillim të fushatës dhe kanë qëndrimin tim. Nuk do ta votojnë qëndrimin e vendosin. Për shkak se nuk janë tregu korrekt ndaj procesit gjykatës speciale në Hag. Presni që mund të ndryshoj diçka ky takimi që sot është me presidentin, megjithëse është për zgjedhjet lokale, por mbas edhe mund të flitet edhe më shumë se kaq. Po shpresojmë. Zgjedhjet lokale 4 muaj kanë met nga procesi. Nëse nuk ndryshojnë gjë, është njerin politik, i partive politik, po edhe kryetarëve të vetë të tij. Ata duhet me gjetë zgjedhjen. Zgjedhja është të ta, jo të deputetët. Nuk ka nevojë të ngarkohen deputetët. Ata duhet marrin qëndrimin. Për hir të Kosovës duhet ta bëjnë edhe kompromisin, edhe partia parë edhe të tjerë. A ju ka kërkuar juve personalisht lëvizjave të vendosjen në ndonjë takim jo formal, kështu le të themi ta votoni kryekuvendore? Kom pas kërkesa. Ke pas kërkesa personalisht nga ta? Po, ju kom tregu. Keni pas ndonjë ofertë personale sepse deputetë të tjerë kanë thënë që kanë pas ofertime personale. Kanë kërkuar si mbështetje, por nuk kanë mundësi. Kush e ka kërkuar nga jo? A ka qenë Albulina Agjiu? Keni pas disa takime, po ashtu janë dalë të fotografi edhe nga kafeteria Ata janë biseda të cilat kanë pas për burgun e pravës. Ka qenë një ndjenjë e bindshme e një vrasje, një masakër që ka ndodhur në majin e Po kush e kërkoi atë? Po pasi një takuar edhe me Albin Vitim dhe Shqipe Selimi. Në bisedë për gjitha problemet, po nuk është ajo një çështje që ka dominuar aty. Domethënë nuk e meritojnë votën pikërisht për mos mbështetjen e gjykatës speciale. Atje nuk është tashimi, po atje është presidenti i vendit, është ushtria shqiptare e Kosovës, atje është Kosova. Prandaj duhet ta mbrojmë. Kjo ka qenë kërkesa ime. Do thotë nuk ka kompromis nga ju. Ata që e përmbushin këtë kërkesë i mbështes. A keni diskutuar këtë me Shqipe Selimin që keni pasur një takim në një kafene, meqense edhe bashkëshorti i saj është atje? Gjendje më të ndjeshme në këtë drejtim dhe nuk bisedohet. Ai nuk duhet bisedohet për këtë çështje. Ai është familjar,